Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë, një lugë vaj ulliri e sëll trajton këtë problem. Vaj ullirit është të cilësuar prej kohësh si një super ushqim që mund t'ju ndihmojë të jetoni më gjatë kur konsumohet si pjesë e dietës së shëndetshme. Tani një studim i ri sugjeron se vaji i ullirit mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të vdekjes nga demenca. Studimi i kryer nga studuesit të Harvardit vjen në një kohë kur shumë vende po përballen me një rritje të sëmundjeve të Alzheimerit dhe forma të tjera të demencës. Sipas studiuesve, përdorimi i vajit të ullirit në vende të ndryshme si margarina dhe majoneza komerciale mund të zvogëlojë rrezikun e vdekjes nga demenca. Demenca përfshin një sër kushtesh që ndikojnë në kujtesën dhe aftësitë të tjera mendore të mjaftueshme për të ndikuar në jetën e përditshme. Kushtet shkaktohen nga ndryshimet fizike në tru, ku sëmundja e Alzheimerit është lloji i zakonshëm. Në studimin e parë për të hetuar marrëdhëniet midis dietës dhe vdekjes së lidhur me demencën, shkencëtarët analizuan pyetësor dietik dhe të dhënat me më shumë se 90.000 qytetarë amerikan gjatë 3 dekadave. Ata analizuan se ata që konsumonin më shumë se gjysmë lugë gjelle vaj ulliri çdo ditë kishin gjithashtu një rrezik prej 28% më të ulët të vdekjes nga demenca krahasuar me ata që hanin vaj ulliri më rrallë. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale. Njihet për efektet pozitive në zemër, për mrekullitë që bën në trup dhe shkon përtej kësaj. Sipas brejtësajt, duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë vaj ulliri për këto arsye të shëndetshme. Stabilizon nivelet e sheqerit. Vaji i ullirit ekstra i pastër mund të jetë sekret për uljen e glukozës në gjak. Ai mbron trupin nga diabeti tipi 2 dhe mund të zvogëlojë rrezikun e tij me të paktën 40%. Zvogëlon inflamacionet. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacionet. Vaji i ullirit është një mundësi e shkëlqyer edhe për të përmirësuar shëndetin e zorrve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteri dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të ofrojë një mbrojtje vërtet të mirë për sistemin tuaj tretës. Vaji i ullirit është një laksativ shumë i mirë ushqyes, i cili duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja të përditshme, duke ditur kështu edhe rëndësinë që ka në sistemin tretës. Përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj do të ofrojë përfitime të mira edhe në shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë më pak yndyrë. Përmirësojnë shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 6. Përmbajtjet që gjenden te vaji i ullirit ekstra i pastër përmirësojnë dhimbjen e kyçeve dhe ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen kryesisht nga artriti. Vaji i ullirit është një mundësi shumë e mirë për të përmirësuar dukjen e lëkurës suaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen, entjen dhe mund të ngadalësojë shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të gjithë personat që duan të bjerë nga pesha. Duke ditur përfitimet kryesore që vaji do të ofrojë në shëndetin tuaj, do të kthehet një aleat shumë i mirë, edhe për të përmirësuar gjithashtu peshën tuaj trupore dhe për të mbajtur larg kaloritë e tepërta që ndikojnë në organizëm. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur kryesisht me vajin e ullirit ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e peshës, dhe kështu pasurimi i dietës suaj me këtë produkt mund të ofrojë shumë përfitime.
Me rritjen e prodhimit të vajit të ullirit, ju do të merrni gjithashtu edhe shumë vlera probiotike për organizmin tuaj. Prandaj një lugë vaj ulliri çdo ditë mund të ofrojë element ushqyes mjaft të rëndësishëm për trupin. Vaji i ullirit ka qenë prej kohësh një element kryesor i dietës mesdhetare, por vetëm kohët e fundit kuptuam se jo vetëm që bën ushqimin më të shijshëm, por mund t'i bëjë trupit edhe përmirësime në funksionet e tij. Çfarë është vaji i ullirit? Vaji i ullirit është një yndyrë e pangopër e përbërë nga acidi oleik, fitosterol, karotenoide, tokoferol dhe polifenole. Ai nxirret nga bluarja e tulit të frutit të ullirit dhe më pas skullimi i lëngut që del prej tij. Por cilat janë përfitimet e vajit të ullirit në shëndetin tuaj? Sipas Jessica Shet, nutricioniste, vaji i ullirit është një shembull kryesor e një ushqimi medicinal. Është një burim fantastik i yndyrnave të pangopura të quajtur acidi oleik dhe i pasur me antioksidant vitaminën E, oleo, kantal dhe të cilët studimet gjithësisht tregojnë se promovon efektet e fuqishme antiinflamatore dhe aftësinë për të përmirësuar funksionin e trurit, për të reduktuar inflamacionin dhe për të mbrojtur kundër sëmundjeve të zemrës. Oleo kantali në veçanti ka përfitime antiinflamatore dhe kohët e fundit ekspertët kanë qenë edhe më të kujdesshëm me përdorimet e tij, duke cituar atë si një zgjidhje mjaft të mirë për organizmin tuaj. Përveç kësaj, vaji i ullirit është i njohur për përfitimet e tij shëndetësore për zorrën. Ai mund të aktivizojë rritjen e bakterieve të dobishme si dhe të ushqejë rreshtimin e zorrës së shëndetshme. Dhe studime të ndryshme tregojnë se mund të ndihmojë në lehtësimin e irritimeve të zorrëve, si fryrja dhe kapslëku. Për një përbërës të tillë me kosto efektive dhe të aksesueshme ka përfitime të pafundme. Vajin e ullirit mund ta përfshini në dietën tuaj pasi është i mirë kundër rritjes së sheqerit, i mirë për zemrën, ul presionin e lartë të gjakut, e mban në kontroll kolesterolin, është një antiinflamator i shëndetshëm, forcon kockat, është i lidhur me pak incidencë dhe goditje në tru, ndihmon për një zorë të shëndetshme, rrit nivelin e serotoninës në tru, duke ndihmuar në luftimin e humorit të ulët. Vaji i ullirit kundrejt vajit të virgjër është ai i cili është më i miri. Kur bëhet fjala për marrjen e shëndetshme të vajit të ullirit, atë duhet ta merrni gjithmonë në dietën tuaj. Ka diçka shumë të fuqishme në marrjen e vakteve tuaja me vaj ulliri. Përveç përfitimeve të shumta, i ndihmon me stomakun, me tretjen, kalimin e zorëve dhe jashtëqitjen më të lehtë. Rregullon mikrobiomën e zorëve dhe shërben gjithashtu si një antioksidant dhe polifenol shumë i rëndësishëm për organizmin tuaj. Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes zgjon shëndetin e organizmit të fortë dhe i dhuron trupit shumë përfitime, shumë energji ndërsa forcon imunitetin dhe sigurisht mirëqenien. Ai shton shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës. Por krahas kësaj, vlera që çliron vaji i ullirit në çdo gatim janë përjashtimisht mirëbërëse për organizmin. Sipas studimeve, konsumi një lugë vaji ulliri esëll ofron përfitime të qëndrueshme për organizmin e fuqishëm gjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht vajin e ullirit kanë më pak prirje për të vuajtur nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë tensionin e lartë të gjakut, atakun kardiak dhe nivelin e lartë të kolesterolit në gjak. Vaji i ullirit lidhen me numrin më të ulët të vdekjeve nga sëmundjet kardiovaskulare në vendet që e konsumojnë krahas me ato që nuk e përdorin. Studiuesit kanë zbuluar se vaji i ullirit e mbron trupin ndaj zhvillimit të qelizave të dëmshme. Studimet tregojnë se ndryshe nga vaji i misrit, i cili rrit agresivitetin e radikaleve të lira, vaji i ullirit ekstra i pastër kishte efekte krejt të kundërta, duke pasur një ndikim të lartë sidomos tek problemet e gjirit. Një nga përbërësit e vajit të ullirit është oleo kantal, një lloj fenoli natyral që mendohet se nxjerr jashtë proteinat abnormale të Alzheimerit nga truri. Ekspertët këshillojnë konsumin e të paktën 30 ml vaj ulliri në ditë për të marrë përfitimet e tij në dobi të shëndetit dhe për të evituar kështu një sër komplikacionesh që i kanosen trupit tuaj. Pasuroni vazhdimisht dietën tuaj me këtë element të veçantë. Duke ditur ndikimin që do të ofrojë në shëndetin tuaj, do ta kthej në një element të mirë për trupin. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.